Ja dhe rruga që lidh Golemin me Shegasin. Ja masim. Një po të vitë 2 makina që do bëjmë. Dhe është e gjithë, si shikoni, ngushtojt dhe me shumë ande. 2 metrë rrugë. 2 metra, ku të venë në për ferra, se do ja bërë një makinë tjetër. Kjo është situata. Shikoj. Ua Karakaç, mërthe, ua Karakaç. Mërthe pak, atë keq. Sot për shembull, gjendemi para fazës grurit. Të gjithë grumulluesit e grurit janë përpara bashkësisë sepse në treg sot ose në tregjet europiane dhe botërore është me $280. Dhe këtu kosto i kalon. Edhe pse 90% e sipërfaqeve nuk janë më të mbjellë, më ka rënë me grurën krahasim me 3 vitet më e shkuara, domethënë 3 vite e shkuara kanë qenë këto 3 vite të vazhdojnë dhe të bien pak, si pasojë edhe kostos të lartë që ka prodhimi i grurit, ose mosdhënia, e konsiderojnë pjesët normal si mbjellja e dembelve, pra ose mbjellja për hallet vet ka kaluar tani se sa më përqitur sepse nuk prodhon dhe lekët fitimet janë shumë pak. Këtë ma thonë sidomos për ata që edhe punojnë ose ata që punojnë serat, kur pesticidet që përdorin nuk luftojnë krimbat, flutrat e tjerë me radhë ato që duhet kishte toka ose kërmillat në rastet veçanta, sepse vjen te veterineri ose te ai që shet oplerat kimik, marrin preparatet e këtij lloji dhe nga ana tjetër nuk qellon asgjë. Pjesa tjetër ndikon sepse shikoj ose nuk mendoj që pjesa se kemi thënë fermerët gjithmonë ja kemi vënë fajin fermerit, por realisht në pjesës më të madhe ose fermerit fugarat ja kemi vënë gjithmonë fajin se i hedh pesticid ose po di unë i hedh këto. Unë mendoj që jo të gjithë kanë mundësi dhe takati me bëjnë gjithë tillë, por nuk e bëjnë në shumë të rast. Ka disa aliment spekulativ që e dëmtojnë realisht tregun shqiptar. Këto kontrollet duhet bëhen, ne kemi ato, për shembull, kemi zyrat e bujqësisë, lushe që shumë mirë mund ta bëjnë një hartë se si do të mbillet, edhe 2 një hartë me çfarë produkte edhe si terreni, çfarë terreni ka dhe çfarë plerash duhet përdorë për atë terren ose çfarë duhet kultivoj ose është më mirë prodhon maksimalisht. Kjo gjë kërkon laboratore. Gjë që lushnja mos të ketë mëse që jam laboratore, pastaj është mua më vjen keq, por duhet ta ngre, ta ringre, ta them 5 vjet me radhë që jam këtu. Ne kemi nevojë për laboratore në lushnje, sepse duam laboratore mos ta çoj moplën e dheut ta çojnë fushkruj, por pse mos ta bëjnë lushnje, unë nuk e shikoj këtë rast, sepse ka shumë nevojë. Dhe pavarësisht nuk mund t'ikim në me idenë që kjo zonë mbillte shalqi dhe burra do mbilin shalqi, apo kjo zona është e mirë për presh dhe burra për presh. Në mënyrë që të dim sa sasia kripës, se këto elementet që ju i dini shumë herë më mirë se mua dhe i vlerësoni gjatë gjithë kohës shumë herë më mirë se mua. Pra do doja që ajo institut bujqësor ndër vite, përveç se ka disa specialistë shumë të mirë, disa agronom shumë të mirë me përvojë 10 vjeçare që ka gjatë gjithë kohës, atyre pavarësisht krau, PD, SPS, po me të vërtet specialistë mirë, ka nevojë që të kenë dhe këto laboratore. Te pjesa, pra duhet, me se s'bën, jo ta shohim lushnjë gjithmonë vetëm kur korret shalqiri dhe të dalë fotografi, por realisht me ardhmë ndim te kjo pjesë. Së tjetër, tek blegtoria. Blegtoria është një hall i madh. Hall i madh sepse në të shumtën e rasteve çmimet që vinë më konkurruese nga jashtë përpos gjithë asaj unë kam në mënyrë absolute bindje që ne nuk na vijnë cilësore gjërat nga jashtë dhe do të isha për atë shqiptar. Ne kemi dëmtuar me her pas here dhe me ushqimin që vjen nga jashtë për blegtorinë dhe si pasojë ka pasur problematika. Pra filloi që ka kontrolli këtu, kontrolli i barnave veterinare që jepen për blegtorinë e tjerë me radhë. Pastaj për të kaluar te baxhët, një konsum që e kanë gjithë shqiptarët, ma besoni këtu nuk duhet fus as shpirtin gjynaf, edhe as ta skurzoj kënd, por shpesh herë nga njerëzit
thonë që unë nuk merrem me emra konkret, me të them bashkë, po thonë që vjen njëra 27, dhe 27 bire këtu se nuk është e dëmshme, por dyshohet edhe për vaj palme, dhe gjë që mua me të vërtet më lë për dëshiruar dhe më fut frikën, sepse e thonë shumë qytetarë dhe për nga kosto, tani e kuptojnë se sa litra qumësh do, se sa lek marrin infermerët 0 për litra qumësh që dorëzojnë, në të shumë të në rasteve debatet e fort dhe protestat realisht që Ministria do t'i ketë në qendër të vëmendjes për sa i përket mbledhjes së qumshit dhe mënyrës se si operohet me të, por kujdesim e veçantë duhet e para njerë ky vaj palme së hyrë në Shqipëri, duhet një vëmendje nuk e të shtuar nga ana Ministrisë së Bujqësisë të kontrollojë se sa edhe ku shkon kjo fundorja, sepse realisht është e dëmshme dhe shton sasinë, ju e dini volumin dhe ul patjetër dhe kostot, duke qenë se t'jep dhe një preparat ose produkt mos o zot. Pra, them kjo, unë nuk kam shqetësim kur bën ligjet mira për shëndetin e publikut, por unë kam, a do t'i kthehemi shëndetit publikut me parë se ç'a bëhet konkretisht, pra me zbrit në bazë, jo vetëm si përfaqësor, me zbrit në bazë edhe me parë, me kontrollu realisht, edhe ç'a po ham, të dim ku jemi, sepse ma besoni shumë njerëz për koston e lirë dhe pikërisht për këtë sigurinë ushqimore, janë duke shkuar kush në Maqedoni, kush në Greqinë, janë një këtej me radhë për të marrë produkt për kalamajn, kush e ka Terezin. Por është 80% e shqiptarëve që apo 90% se ka këtë mundësi. Kështu që ka nevojë gjithsecili me ne mund ta ketë mundësinë, ju që jeni këtu që jemi këtu në tavolinë, që edhe të gjejmë një mbylmetore të mirë, një produkt që na japin, që na thonë që merre pa merak e me radhë, por nuk e kanë gjithë dhe njerëzit janë skeptik, e hanë se do ushqen kalamaj, po janë skeptik dhe siç janë te buka apo te ti sa fara gruri realisht që dikur vini nga ose vin akoma këtë nuk e di t'ja them nga Serbia dhe nuk i kishte ato elemente ose përmbajtjen që duhet ketë gruri, atë përqindjen ato se unë nuk e di këto pjesë të them teknikisht, por siguria dhe atje 0. Pra me myk 0 ose për mjellrat. Tani unë do të thesh edhe një gjë, që Ministria e Bujqësisë do të impenjohet shumë për vajin ullit, që po vjen shtatori, tetori, nëntori prapë. Siç kemi bërë një ligj për verën, pse mos ta bëjmë kaq të mirë edhe për vajin ullit, sepse ka shumë, ma besoni, ne nuk mundet bëhemi akoma ta çojmë me bidona plastik 3 litrosh me frikë se po na i kthen në çdo dogan. Ne duhet me ja dhënë elementit e ka shumë nevojë sepse njerëzit pretendojnë të fitojnë dhe si vjet, ma besoni, në krahasim me gjithë vitet e tjera, ulliri ka mbajtur në krahasim me vjet. Pra do jetë një sezon me bollak, një sezon që njerëzit do vuajnë fillimisht, domethënë dhe për treg, pra në qoftë se ne bëjmë diçka të mirë, pra atë aka çiçipin këtu ose certifikatën origjinës mundet që dhe ta eksportojmë, mos t'i rri një vit sepse ju e dini që vaj më mirë se mua, që vaj ullirit masi viti humb vlerat e tij ushqyese. Kështu që edhe kjo më tepër se këto tjerat ka shumë nevojë për një nxitje nga ana e ministrisë, koha po afron, koha po mbaron se legjislatura, domethënë një pjesë e kësaj legjislature mbaron korrik, kështu që besoni ka një nevojë shumë emergjente edhe kjo pjesë, pra e keni nga fermerët, selam këtë që duan sidomos ta vajt ullirit që janë shtuar shumë njerëz dhe për faktin se nuk do gjithë vitin angazhim, por ka shumë që kanë mbjellë tani, ka nevojë. Dhe e fundit, sepse kam dëgjuar që nga tetori, nëntori apo janari, problematikën që mbart përmbytjet apo ju e dini ftohti i madh ngricat që bën në fund dhjetorit janar një 4-5 ditë që mbolli ose dogji të mbjellurat dhe në serë. Pra në mënyrë i thau, të gjithë specit që ka qenë në momentin e daljes, pra e vjeljes ti, një pjesë u përmbyt nga shirat dhe një pjesë tjetër u tha. Deri më sot, të gjithë ata persona që nuk janë pak që njohën në lushe nuk kanë marrë lek. Edhe kjo ka nevojë sepse ata nuk e se në mbjellin njën videt presin, nuk po është e mundë të ndihmoni, çka keni për dënë ose të paktën të flenë mendin ata çketët dhe thonë që nuk ka gjë si vjetë, shikojmë vitin tjetër.